Të dashur vëllezër hierark, të nderuar autoritete lokale, deputet dhe miq të ftuar, të dashur besimtar të Dioqezës Korçës. Le të falenderojmë Perëndin për dhuratën e tij të patregueshme. Sot është një ditë e madhe gëzimi dhe bekimi për Mitropolinë e Korçës dhe për gjithë kishën tonë. Jemi mbledhur në këtë kishë katedrale dedikuar ngjalljes së Krishtit për të franuzuar mitropolitin e ri, hirësinë e tij Anastas, një bir të devotshëm të kishës sonë, që sjell në këtë detyrë të shenjtë një kombinim përvojash dhe përkushtimi shpirtëror. Para se të flas për mitropolitin e ri, më lejoni të kujtoj me mirënjohje të thellë punën titanike që është bërë në këtë mitropolit shenjtë nga kryepeshkopi i ndjer Anastas. Kur erdhi këtu, si në të gjithë Shqipërinë, gjeti një situatë për të vështirë. Kishat ishin të shkatërruara ose të kthyera në magazina, besimtarët ishin të frikësuar dhe të shpërndarë, klerikët pothuajse mungonin plotësisht dhe vetë nocioni i jetës ortodokse ishte dobësuar. Po me hirin e Perëndisë dhe me mbështetjen e besimtarëve të devotshëm, ai filloi punën e madhe të rindërtimit, si për ngritjen e infrastrukturës fizike, ashtu dhe asaj shpirtërore, një vepër të jashtëzakonshme, të cilën kreu me sukses të plotë. Unë pata bekimin dhe privilegjin të vazhdoja veprën e tij për 27 vjet. Ndonë se ishte një punë plot sfida dhe pengesa, këtu gjeta një komunitet ortodoks të mrekullueshëm, të devotshëm dhe shprestar, të cilët më mbështetën dhe më gjendën pranë në çdo vështirësi. Vitet që kam kaluar këtu janë ndër më të bukurit në jetën time, dhe Korça, si edhe çdo qytet e fshat i kësaj mitropolie, çdo kishë, çdo enori dhe çdo familje besimtare, janë dhe do të jenë përgjithmonë në zemrën time. Ju falenderoj dhe do ju kujtoj gjithmonë me mirënjohje. Hirësi, vëlla dhe beshmështar në Krishtin. Ti vjen në këtë mitropoli në moment të rëndësishëm. Themelet janë hedhur, strukturat janë ndërtuar, por puna për forcimin dhe thellimin e besimit duhet të vazhdoj me intensitet të ri. Dhe ti je personi i duar për këtë mision. Prandaj sot, me gëzim të madh, por dhe me emocion të thellë, unë po të dorëzoj ty këtë thesar të çmuar. Po ta dorëzoj jo si diçka që më përket mua, po si një amanet të shenjtë që kryepiskopi Anastas më besoi dikur mua, e tani kalon tek ti për ta ruajtur, kultivuar dhe zhvilluar më tej. E di që po e lë në duar të sigurta dhe të afta, përvoja jote, formimi yt dhe mbi të gjitha përkushtimi yt i dëshmuar, më japin siguri të plotë se Korça do të lulëzojë në udhëheqjen tënde. Dhe këtu duhet të ndalem pak më gjatë tek shembulli yt personal, sepse është veçanërisht frymëzues për kohën tonë. Ti kishe një karrierë të shkëlqyer në botën e biznesit. Për 12 vjet ke punuar në banka prestigjioze, ke mbajtur poste drejtuese, ke pasur një të ardhme të sigurt dhe të ndritur në aspektin material. Shumë të rinj sot do të ishin të kënaqur me gjysmën e asaj që ti kishe arritur. Por në vitin 2017, në kulmin e suksesit profesional, ti dëgjove thirrjen e Zotit, eja pas meje. Dhe ti, si Matheu të Grambledhës, si Pietri dhe Andrea Peshkatar, le gjithçka dhe ndoqe Krishtin. Kjo nuk është thjesht një histori personale, është një mesazh i fuqishëm për shoqërinë tonë materialiste që mendon se lumturia gjendet në para dhe pushtet. Vendimi yt për të lënë karrierën bankare e për t'ju përkushtuar kishës është dëshmi e gjallë se Krishti vazhdon të thërras njerëz në shekullin e 21 dhe se ka ende njerëz të guximshëm që i përgjigjen kësaj thirrje. Ti je prova e gjallë se fjalët e ungjillit janë të gjalla dhe vepruese, se nuk është një relikt i së kaluarës, po forcë transmetuese për të tashmen dhe për të ardhmen. Rruga jote drejt këtij momenti ka qenë e gjatë. Linde në Vlorë në vitin 1979, që i ri tregove etje për dije, duke studiuar fillimisht në Athinë për gjuhën greke,
pastaj studiove në Universitetin e Vlorës, duke marrë diplomë në administrim biznes, master gjatë viteve 2001-2005. Këto studime të dhanë një formim të gjerë intelektual dhe kulturor. Aty të shpirtëror, Kozma Qirio, ky shërbëtor i përullur, për madhështor i kishës sonë, martiri i heshtur i viteve të komunizmit, të pagzoi në vitin 1992, duke hedhur në zemrën tënde të njom faren e dashurisë për Krishtin dhe kishën. Nga ai mësove se besimi i vërtet nuk qëndron në fjalë të mëdha, por në vepra të vogla dashurie. Mësove se kisha mbjetoi jo me politikë dhe diplomaci, po me lutje dhe sakrifica. Bashkëpunimi yt me të paharruarin mitropolit Ignat të Beratit ishte një tjetër shkollë formimi, ku mësove nga urtësia dhe përvoja e tij shpirtërore. Gjatë gjithë viteve në bank, nga 2005 në 2017, ti nuk u shkëpute kur nga kisha, që nga viti 2006 isha antar aktiv i Këshillit Kleriko-Laik, duke kontribuar me përvojën tënde profesionale në administrimin e kishës. Kur më në fund ju përkushtove plotësisht kishës në vitin 2017, përparimi yt ishte i shpejt por i natyrshëm, i paharruari kryepiskopi Anastas, duke parë përkushtimin tënd të dorëzoi brenda 2 vitesh nga djakon në Prift dhe më pas në Arkimandrit. Kjo nuk ishte thjesht avancim hierarkik, po njohje e përkushtimit tënd të plot. Çdo dorëzim ishte jo vetëm një akt liturgjik, por një moment formimi, një transmetim përvoje dhe urtësie. Nga mësimi i Zotit tonë Jesu Krisht, nga jeta shpirtërore e kishës sonë në shekuj, si dhe nga paraardhësit tanë, mësojmë se një atë shpirtëror duhet ta udhëheq grigjën e tij me dashuri dhe përkushtim. Mësojmë se bariu i vërtet nuk sundon mbi grigjën, po i shërben. Se dashuria baritore nuk është abstrakte, po konkrete. Është të vizitosh të smurin, të ushqesh të uriturin, të veshësh të zhveshurin, të ngushëllosh të pikëlluarin, të forcosh të doptin, të mësosh të paditurin e të udhëheqësh të humburin. Gjithashtu mësojmë se si të kombinohet urtësia me thjeshtësinë, autoriteti me përurtësinë, vizioni me realizmin, dhe se si të ndërtojmë jo vetëm ndërtesa kishash, po dhe tempuj shpirtëror në zemrat e njerëzve. Se gjithmonë duhet të themi të vërtetën, por siç na mëson Shën Pavli, të themi të vërtetën në dashuri, jo në urrëtie. Të urrejmë mëkatin, po ta duam mëkatarin. Dhe mbi të gjitha, mësojmë ta duam Perëndin. Dhe dim se të gjitha u ndihmojnë për mirë atyre që duan Perëndin. Duke mbajtur këto mësime në mendje dhe zemrën tënde, e duke i zbatuar ato me përkushtim në jetën dhe punën tënde, do të shpëtosh edhe veten dhe ata që të dëgjojnë ty. Hirësi, Korça është kryeqyteti kulturor i Shqipërisë, djepi i arsimit kombëtar dhe qendër e rezistencës shpirtërore, ku lindi rilindja kombëtare dhe u hap shkolla e parë shqipe. Por sot si dhe gjithë vendin tonë, dhe ajo përballet me sfida të mëdha. Emigrimi masiv i të rive, plagja e popullsisë, vështirësitë ekonomike, ndikimi i sekularizmit, humbja e vlerave tradicionale dhe dobësimi i familjes, e cila është shtylla për të pasur një shoqëri të shëndetshme dhe funksionale. Jam i bindur se do të gjesh përgjigje krijuese për këto sfida, do të dish të komunikosh me të rinjt në gjuhën e tyre, duke përdorur mjetet moderne, por pa komprometuar mesazhin e përjetshëm. Përvoja jote, si drejtor ekzekutiv i Logosit, antar i bordeve të klinikës Ungjillizimi dhe shkollës Frym Dashurie, si dhe detyra si protosingjell i kryepiskopatës, kanë dëshmuar aftësinë tënde për të udhëhequr institucione arsimore dhe për të kuptuar edhe dimensionin social të Ungjillit. Ndërsa studimet teologjike në Universitetin Logos të kanë dhënë thellësi në doktrinën dhe në jetën shpirtërore. Ti e thirrur të jesh jo vetëm administrator i aftë, po mbi të gjitha atë shpirtëror, udhërrëfyes dhe ngushëllues. I e thirrur që të jesh një dritë që ndriçon errësirë, një zë që shpall të vërtetën, një dëshmi e gjallë se Krishti është i gjallë. Populli i Korçës pret shumë nga ty. Klerikët presin udhëheqje, të rit frymëzim, të moshuarit ngushëllim dhe të varfrit ndihmë. Në momentet e vështira,
Kujto thjeshtësinë dhe devotshmërinë e atë Kozmait, përhyrësinë dhe durimin e Irsi Ignatit, diturinë dhe dashurinë e kryepiskopit Anastas në veprën e tij të pashoqe në ringritjen e kishës son nga gërmadhat. Por sidomos kujto fjalët e apostullit: unë mund të bëj gjithçka me anë të Krishtit që më forcon, sepse pa Krishtin nuk mund të bëjmë dot asgjë. Nuk je vetëm. Pastaj qëndron e gjithë kisha jonë, sinodi i shenjtë, klerikët e nderuar dhe qindra mi besimtarë që do të luten për ty. Ki ndërmend gjithmonë se të çdon hiri i Perëndis, dhe Perëndia nuk na ka dhënë frymë frike, po frymë force, dashurie dhe urtësie. Së bashku do të vazhdojmë detyrën e shenjtë që na është besuar. Le të lulëzojë mitropolia në ndërtimin tënd. Le të bëhet Korça qendër rrezatimi shpirtëror për gjithë vendin tonë, model për gjithë botën ortodokse. Ju uroj jetë gjatë dhe të frytshme në vreshtin e bekuar të Zotit dhe Perëndis son Jesu Krisht. Axios. Po të dorëzoj këtë pateric e bërë me dashuri nga pater Thonaj, një mur në malin e shenjtë, e ta kesh gjithmonë parasysh për të ruajtur padyshim doktrinën e besimit, po dhe përvojën shpirtërore të gjatë nga mali i shenjtë. Axios.